Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë mi kudo që jeni. Do ju prezantojmë sot fshatin Bablak, komuna Ferizaj. O erdha! Po shifeni sa mikprica janë, nuk m'lan as hyrjen përshëndetjen me juve me e bo. Oj, Dorontina, hajde këtu. Faleminderit shumë, hajde po shkojmë tek kjo shtëpi e bukur, me njerëz punëtor me që janë ne u bërë dhe shifeni të punu, por që mikpritjen e kanë dhe do e gjenë pak s'ko për neve naftuan vetë. Faleminderit. Na lehtësojnë shumë rrugtimin sa i përket ditës së sotme e po ashtu në çdo fshat. Ajni kësaj dhe shtëpia modhe. Po ka jeni bre? O mirë se ju gjetëm, faleminderit. Mbot shumë qefi, si jeni? Mi faleminderit, si jeni? Përshëndetje Dorotina, si je? A je mirë? Faleminderit ju. Mirë, faleminderit. Familjen? Mirë, po kalojmë qështu. Me shëndet? Me shëndet super i orë pak në Kosovë. A mërgjimtar ju pas kemi? Mërgjimtar. Respekt, unë i du shumë mërgjimtar. Para mërgjimtarve tjerë që kanë me orë tashe. E keni fillu sezonin. E kena fillu sezonin. Shumë mirë, qësh po kaloni? Super, po kalojmë, shumë mirë, koha na ka marrë mirë, në Gjermani është pak me shi, shto që u knaqëm. Na kulak mujmë në të shiu në Gjermanis. Edhe në këtë sezon që ko marrë këto, ka marrë ekstra vetëm për prind. Kam babën këtu, nanën, janë pak me mosh, baba ka 87 vjetë, nana 80, në këtë javë jenë arë vetëm për ta. Jo me shiju për veti, po edhe këtë knaqësi me pa këtë ven, këtë shpi, krejt këtë vend në ta konë vlazëv të jem në vlazën. Mashallah, Kështu që gjithë këtë knaqësi, pse me s'peshi Po ju? e kam pak fështirë kështë me ju shikusë dhe gjilë. A ullëm më rëdikon? Ullëm balkon, Hajde nëse ullëm nuk prish balkon. punë se Është edhe anina një pjesë e hijes, Ka doni, po... në regull, bënë edhe ullum- atje. Ku të doni ju? Po për shtatë. Veshte shë e kom në dispozicion, ma mirë ndoshta atje, a? Ma bukur. Hajde ullëm balkon. Hajde po ullëm balkon. Hajde, dojmë pak, pasha zotin. Marë sas emisionit i kumë për cilë. Po për qëta për i bëju në emisione, veç me Edhe një i për bëjmë cilë. dhe emisionit të mira, sa që me të vërtit je diçka ekstra, diçka respekt. Na të respektojmë gjithë edhe ju për cilë, zakonisht ju për Shumë cilë. faleminderit edhe na po Hajde munduhemi me ullum se do vjen ato besoj tonë. edhe nusja, në qëtë në i kafe, sen edhe pse... Po veç diçka të freskohemi, veç dothemi. Ish për me zdati, jeni qashtu. Hajt. Që që të mojë të gishta, se dhe ashtu i kam si... Edhe kjo është mërgjimtar. Po a? Po qërë marë kjo është edhe njëri i njoftën e njoftën shumë. Hajde, të shë, ja i pas ka syzat. Ilirian. Jës po e një. Që edhe... Ganimete. Hajde se në kanë ordën të... Hajde. Shumë familje mikpritse, ju lumt. Po na vjen edhe për i vendit. Ne në të kuptimin me të thonën malësor, se di be, dikush pequn ndryshe këtë fjallën malësor. Na jem edhe të fshatit të mirë, fshat, që ka kontribu edhe në luft, na jem fshatit jezerc, nuk jem, po këtu kanë jetuën... Që kur keni orë të? Para shumë viteve, a? Jo, mas luftës. Mas luftës, se në luft ne i kanë ndjekë shpijat në Balaj, është pjesë e në redimës dhe në komune Ferizajt, po pirët një fshat Balaj, e kështu që lindur këtë vllaznia jena në Jezerc.
Ama mirë këto atje, një zërës. Që pa dhe për Jezerci, po Jezerci është panoramë, Jemi është konë. metropoli i gjithë Kosovës. Thëm drejtën, unë kam shku me gjirime, por u konë shumë ftohtë, edhe reshje, shije, qysh dhe ndimri, me është dashtë me i ndërprej gjirimet. Sot e asaj ditë mbeta pa shku. Hajtë një fshat, hajtë Shumë vend i mirë, vend që rizojnë edhe vizitojnë shumë gazetarë. Po ka marrën një havë të madhë se për para luftës, se ka njoft Jezercin. Mas luftës është bo një vend edhe turistik. Përshëndetje, mirë si ju gjetëm, faleminderit shumë. Jena ardhen kështu kja ka orë një jofë për para. Familjen? Qish më kaloni apo lodhni? Shprehem dëshirën ju për cilë live se me të vërtit shumë për cilëmi. Më thash, s'po ta livdoj edhe shumë se tani ty këti krenu është tu, a obe kush këk na bon. Ja, me kona ashtu në ma te kësha lënë emisionin, me morit Jo, menje. më se le se i van emisionet e veçanta. Po mundohemi. Bili, po tham nusja kja, po shka pek për cilë që Dorotinën, po qërëve sa mirë, po banë programe. Po banë hajgore. Jo, Ferizoj bëni pak hajgore se unë e kom familjar. Në haloj thujmë vitit që jem fshatit Jezerc, edhe jem Jezerc, se këtë familjarët këtu i kem shumicën Jezerc, dikon janë, më zga bofsha 20 shpi janë Jezerc. Edhe i në gjako të ofrëm sene, kaloj mirë. Deshta me unë ndërlidh tek emisioni, unë çdo herë thamë, unë nuk bëj emisionet të mira, ju jeni ata që ma bëni emisionin. Se ju më pretnin në barë, në familjen e juve, ju jeni ata që ma hapni dire. Që Dorotina ka orë, thashoj Dorotin, hajde me gjithë qef e kom pritën, jo në atë kuptimin me bo reklam, po... Me u fresku së shumë. Po më që shi edhe ka i kafe, pa problem. Po, e mu shpi ujë. E kështu që kjo ujë është i fshatit Jezerc, na vete mu shpi atje dhe e bim këto. Se kena prunk ekstra për juve, po për neve, po edhe pas ke pas fatin e pi ujt Jezercit. Pas ke pas fatin edhe me ju taku juve. Unë kur takoj njerës të mirë, hiq mos me hongër e me pi, nuk e kam problem. Pak i nxeti, po, valla, por... Vallahi, edhe jo po pe bani për më ka njerës të mirë, se po na vini, po na vizitani. Pa ordi ju më na vizitu, na qysh më botë mirë, kështu që... E mire kësaj se kritë Kosovën po e shohum në Katuni. Katuni jem, po. Katuni jem, ka edhe. Shka me thonë ma shumë, valla, se di. Nëse ma ba nejt pytje, a ishe këthy. A kishe nejt atje... Po i lojmë ato pytje onash, po du me undol të pytje përgjigje kam shumë, po unë veç i uroj gjithë Kosovës, edhe gjithë këtyne njerëzve që dojnë me kontribu për këtë vend e për këtë shtetë, se diko shtetë pas kjo për zgjedhje, për bisja marrë ekstra për prind, për babë dhe nonë. Këtë janë shku kanë votu në për veti në atë kuptimin. Apo mundesh shpesh me ardhë me ju bo vizit prindve? Edhe pse prind vinë që 35 vite vinë Dyzëllërf të nana vizitojnë. Në bazë aty në garancione na që ja u ke mundësu edhe kështu që ta shetu që s'ka nevoj garancione vinë, na vizitojnë, jem familje madhe, jem na vlazën shumë, që është vlazën jem Dyzëllërf, kitë mirë me ndërtimtari, punojmë, kina investu në Kosovë, kina investu ato mundësi tona si krejtë. Po këtu jeta në fshatë si duket? Si janë banuret, njini me gjithë, që keni raportet? Njifim me gjithë edhe deri tash nuk kem pas probleme, sa në... Janë për si cili këshyrë punë të veta, mu ma i shofë si me një anë si kur Slovent, këta të fshatit tonë. Si cili merë punën e vetë, si cili qohet heret, punon, investon, qyrin punë të veta, zakonisht nuk kem na, edhe pse ka pas thane në... Nuk po du mi ndohë ato të fejse, dikush të pido në religionit. Një i religionit katolik, pa thonë Dyzëllërf, tha, ti pas ke vlozën, sa dush pas ke nevoj me shku me kërkan. E pe lidhmi këtë fjallë me atë fjallën e ati në religionit katolik, më pa thonë, që une i kam vlozit këto, babë e nënë,
Kitë ky vend këtu I kem 2 hektarë gjys, kitë jena vllazit qëto, vendosëm, kanë rritë shtëpia, kanë investu krejt, enmi, s'na, na më duhet gjithë se cili kojshi, me krejt shkoj mirë, ama mirë kalu, mirë. Qysh po e sheh jetën në Kosovë? Tash si jemi. Shka me thonë, diçka nuk ka ndryshu shumë, edhe pse është punu shumë. Muj me thonë që ka shtet. Dikush thët nuk ka shtet. Unë e shoh që Kosova është shtet. Pa marrë parasysh numrin e banorëve, njerëzit lëvizin, punojnë, investojnë. Shoh edhe kanë ba fabrika, njerëzit kanë investu me të madhe këtu. Mirë. Çka nuk ju pëlqen kur vini në Kosovë? Çka s'm pëlqen? Vallai është përgjigje që është e zorshme, pa qysh be nuk pëlqen vendi ju. Vendi ju pëlqen? Dhe jo, njerëzit. Nuk moj mja dhën I vrejtje kërkojna. S'moj mja dhën që s'm pëlqen. Në kuptimin çka kishe pas dëshirë me ndryshu, për shembull me na sill diçka nga Gjermania, ndonjë mënyrë jetese ose Po, për Gjermania unë kisha thonë me sill sa ma shumë investitor. edhe sigurimin shëndetësor kështu ma thojnë krejt. Sigurimin shëndetësor pa kabre, kish sot kish ambulanca, kish që një djalit pat pak probleme, shkoj, kryti punë të vitën në ambulantë dhe pa problem, kështu që I duhet hala, duhet edhe pak punë. Ama mi përvjel, në atë kuptimin në fjalë popullore, po thamë, mi përvjel punës për një mend. Son mas pari këtu në Kosovë, kom investu në vllaznin e mi, tani kom dalë në këtë shtëpi ku I kam ashtu. Çdo guri është I ardhur për jashtit. E sheve kë, që pe preki me dorë, s'është I Kosovës. Unë nga larg thash sa shtëpi e bukur. Sikur të kisha ditë që kam ardhur preks këtu. Ta dhënë kom prit me gjithë zemër, po jo që në atë kuptimin, kur do të vjen dhe të ma bëjë reklam, sënë për reklam nuk kam dalë. S'm dohet, po emisioni na pëlqen. Emisioni Por mirë është edhe me I qitë më pa gjërat e mira, me të qenë shembull edhe për të tjerë. Tash ne, përderisa që ndroj këtu me juve, unë mësoj diçka të re. Edhe pse mos më marr shembullin e mirë. I duhet edhe pa Kosovës pregaditje çfarë do lamije trajnim gjenerat aftëria. Pa marrë parasysh çfarë drejtimi shkojnë. On drejtim ndërtimtarie, shamët sukur, unë që kam drejtim ndërtimtari, on drejtim, ka drejtime shumëta, trajnime, sa më shumë gjenerat aftëria. Mas na ikin rinia, se na ikën. Piqojmë njerëz pregaditun me kilometër 00. Pja japmi Gjermanit, pja japmi gjitha shteteve tjera. Në të kuptimin 00 me kilometra 00, së kur një Mercedes, kur e merë për I fabrike, na pja japmi njerëz të shkollum, njerëz të... Jam të ri. Ajo është pak e dhimbshme, është për keqardhje. Sikur t'ishin kthyt gjithë edhe me punu këtë, ja këshëm kalu shumë shteteve, mendoj. Ndoshta edhe jem gabim. Po... Asnjë shtet s'ka qenë më njëherë I zhvilluar, hap pas hapi. Shtetin e zhvillojnë njerëz. Kena njerëz zot, kem njerëz mos përcaktojmë në parti. Unë I tham Kosovës edhe I uroj krejve shqiptarëve. Bashkohuni, bohi bashk, se vetëm bashkë keni me arrit diçka. Unë kom punuar pej vitin 1989 me 6 vllazë në Gjermani. Vetëm bashkë kena arrit çdo sen. Për ndryshe kurse me kisha arrit. Vetë jo. Me një lule nuk qelë pranvera, s'kan thonë koti. Gjithmonë ka thonë. Ju jeni për më shumë se 30 vite në Gjermani, apo? Vitin 1989 kam shku për atë parë. 89, dikon 37 vite. Qatë afer. 37, ende se ke bo 38. 20 vite si ko mave që edhe një 2 vjetë jam konë në Zvicër. Që nge shku në moshën ma të mirë, po besoj, Moshën ma të mirë, djali I ri, pa prind, pa kontrol mëro pas kom pos, po vete kam pos. Përkimin jam me një fjalë vetë
kom vendos edhe jam gjind. Masa ndi kanë ardhur vllazit, mas 1 vite, 2 vite, 3 vite, kështu që tash janë atje. Tani interesa e ke marrë hapësirën tonë, tani ke ditë. E cili është kujtimi më i bukur që e ke pas përgjatë viteve sa ke qenë në Kosovë? Sa kam qenë në Kosovë. Në shkolla mesme, kishte kujtime të mira. Jam ka një ndër që kom thonë, qysh me vazhdu shkollën, shkova në Sarajevo për me vazhdu pak shkollë, pak punë. Ju ka pa punë smeta, pri Sarajevës, dhe më dola në Zvicër, Gjermania, tash e tutë, më qati, po vazhdojmë, po pëllojmë në ditë. Shpresoj me ardhë me shiju pak pensionin këto. Edhe pse i kam bo 2 vite, më sëmë këqyrë kështu, se aja una e Malishive që ka njëna thojnë, ose ka Soareka, më sëmë këqyrë kështu, se i kam bo 2 vite. I kam bo 2 vite. S'po besej që shumë, s'po besej që ki shumë. Ju kanë afruen. Po, i ndiksin edhe vitet si e kalëzë i kërkujna. Qfar në u ta kam? Ju me indeks. Unë i kam pas notat online. Edhe ma heq, s'ka pas shansë kush, a indeksi mund me ta gjithë dikush në dollap. Shka me thonë tash. Tash po kthehemi tek fshati. Për afërsisht nëse dini me më tregu sa është i banuar, sa është braktis, fshati po duket me qenë shumë i qetë, jemi ende në fillim. Fshat, na kena ardhën mas lufte. Shtëpiat në i kanë kallë, këshumë edhe një shtëpi një zerës edhe në Balaj, fshatin Balaj, aty. Jena nisë për zerës, kejtë kena fillu me martesa, edhe pse ishëm martun, po edhe njëherë me ba një martë, po. Jena të kuptimin darsën, po, i kanë dikë shtëpia, gjatë luftës edhe i na ardhën këto. Fshati është i banushëm, numër të sakt, nuk më i me thonë dhe 70 shtëpi, më shumica jena të fshatit Jezerc. Se pare 150 vite kanë jetuën gjallarët e babës, se baba është i vetëm, edhe kështu që ashtë jem shumica jem të fshatit tonë, Jezerc, fshatit këto, është i banushëm, shumica punojnë me blikëtori, mirën me blikëtori janë pasun, kam da daj, da këshi këtu, qyrim punë të veta, si cili. Ju si mërgot keni kontribu diçka sa i përket fshatit? Ndë një shkollë, xhamia, rrugic, to gjërat elementare që i duan çdo fshat. Nësë mos të krenohem shumë. Bashkë mërgjimtar të kam fjallin. Bashkë mërgjimtar kena investu kjo shtëpia e të ndikusit. Këta jatë shumën sa kom dhonë, po kom investu me vllazën. Do familjarëve që janë të varfër, kena ndërtu shtëpia, e ato me gjithë bashkëdhetarët që jem në Dyzëldarë. Me klubin FC Kosova, edhe me ato gjithë mund kem organizimet të mira, organizojmë. Po e lyp vendi, nuk më i me thonë sa qysh tek veç, nuk ka vetë që nuk marrojmë ka një hapë. Investojmë. Nuk i shohmi vetëm interesin personal, pa dhe familja. Këtë pyetje parashtrojnë çdo fshat, më intereson mërgota se çka ka kontribu sa i përket fshatit. Faleminderit shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi me qenë në një familje kaq mikpritse. Kënaqja dhe besoj që i keni shtyr do vite. Wow. Sa jesh shumë e mirë në atë kuptimin që të përcjellmi familjarisht, jo vetëm si person, po. Po na bën me undi shumë mirë, faleminderit, jam mirënjohëse çdo familje. Faleminderit edhe prej Kamermonit, është pak punë e lashme edhe për ta, e për ty edhe për ty po se në këtë vap, këtë nxehtësi, se në çka më. Duhet me punu. Besoj që edhe ti familje, duhet me qëtë punë je... Mbojmë familje me rrugë, me punën që e bojmë. Kompërcil, shumë. Mishtemi, shkeputemi për pak qaste, na prit në pjesën e fshatit.
E falenderoj këtë familje kaq mikpritse, jemi knoq sot, muhabet, edhe u freskuam besa se është ekstrem nxehtë. Jam të i po disa bakti nga larg, me shku në guxoj. Qysh me shku? Apo vazhdojmë drejt, apo vazhdojmë kësaj rrugicës, e pas ka dhe një qenë. Qysh po i thënë këtij qenit? Kangalla, a kangalla, kangall. Diçka veç me të hongër tanë. Qaja ma e keqja, atan vëqjoko. Po e komentojmë fshatin, përveç shtëpive që po i shifni, nuk është që po shofëm diçka, mungojnë të dashura trotore. Po pse, çka ka ndodhë kështu me mu? I ka shumë fshatra që po i bëj vizit edhe po hasi pa trotor. Më patë mësu keq, e qa si zëj, ma dejshet me më po. Po vazhdojmë, gjithsesi, po ku po trokosim? Jem të e po qendrën e mjekësisë familjare, si kuti e vogël. Shumë e lezetshme, a është në funksion? Nuk e dim. Po mduket që ju, nuk është. Banori me cilin biseduam, na tregoj që njerëzit janë në përfusha, janë punëtor, ndonë se kemi edhe pakës të vështirë me gjetë me taku banor sot, edhe është tepër nxehtë, sa që njerëzit tash i kemi në gjë, mashallah shefe. Sa baktine paska. Shumë kisha pas dëshirë me taku pronor, njëm të e po dhe nga larg. Problem është me bisedu me ta se ka të i qu dikon. Në ora, të i këthy besa në shpe. Edhe këtu e kam probleme që ndrun këtë farë në zeti. Po të pi uj, po tani ndoshta i këthe në shpe. Shtepit, vlen të ceket janë cik-cak. E përshëndesëm nga largë. Të provojmë. A gjenë ku për nive, që kjo të orë drejt mije. Ja nuk u dzejnë më shku në mesin e ty, nësë ka shansë. Edhe qenin e kanë, alargohem. Se mendojnë që jemi të dashtë me i sëllmu. Përshëndetje! Ja nuk ndëgjën, ama me u afro nuk u dzej. Që kjo ma ka vënu synin, jem të i pelqy. Ik dorën tin, sa nuk është bë vonë. Ik mëre, që shi afrohet. Onde, a je mëre mirë? Që prap të one po të mordhë. Po mje ketë që nuk arritëm me përshëndit banorin, por që... kam frikën. Përveç kësaj e kanë edhe qenin, do të me vazhdu tash drejt, kështu? Jeni të e po në këtë pjesën ku ndodhemi, nuk po m'pëlqen fare hiq. Fokusondi, nuk është që ka ndonjë ndërtim kështu, sa i përket këtij fshati, kanë mbetë edhe shumë shtëpit e vjetra, të parenume, filloj jera. Dhe që kena u desht. Kanë mbetë shtëpit si dikur, pra që familjet nuk janë më në fshat. Si në çdo fshat edhe në Bablak e kanë braktis. Aty këtu po shofëm mbeturina. Rrugët i pas kanë shtrume edhe rrugicat. Jemi pranë shkollës. Shkolla fillore po besoj është kjo, ndoshta edhe që erdhe për nga ilustrimet që janë në dritare, te bashkan gjitur e kanë edhe fushën e sportit, po shkojmë këtë rrugicën kështu. Fshati Vlen të Ceket është me një shtrirje bukur të madhe, strukturën e ka shumë interesante e rëndësishme është që e kemi krejt rafsh, kja po m'pëlqen mbi gjitha. Por, se si janë kushtet për jetesë, ose cila ka qenë arsyeja pse kam braktis këtë fshat, ende nuk e dim. Ne biseduam pra vetëm me një banor i cili nuk është në fshat. Tash po provojmë me gjetë ndonjë banor që jeton këtu, edhe me na tregu diçka ma ekstra.
Qa po bo, qa po punohet, o me gjithë një hije bredikon se plasëm. Ekstrem zete kemi. Fushën e pas kam bukur të modhe. Pas kam përfunduar orin. Nga këj moment, shkoj me pak zpomje nga fshati. Me qëtë mi, me ju dezinformu, nuk e kam dëshirë, e di një perat që ka ma kopë syni. U riktheva se nuk mujta, pa ju të regu, nga largë ju thash, po isha ilustrimet, a në fakt pas ka dru aty, po brilorgu kështu duke, përveç kësaj objekti është në gjendje të të mërshme, shifeni, pra shkolla nuk është në funksion, me që është ka që shkatrume, a? Shifeni. Ja, nuk po, ja, ku ka me kam funksion plët dru. Shefe mëre, qëre ilustrimet që kanë bet. Po thot pas ka edhe ilustrime edhe dru. Kjo shkollë nuk është në funksion, veç nëse kanë ndë një objekt tjetër, ma ta në fshatit, po me ndoj, s'po di. Ose me ndë një fshat tjetër. Se fshatrat që ka jenë kështu shumë ofër njëra me tjetërën, nuk është e nevojshme me pasë cili fshatën nga një shkollë. Nëse jenë ofër, e kom fjallin. Edhe të pakten, ashtu po jenë në shumicën e fshatrave. Për shembull, po edhe kur ka në zonë sa pak, tash e boj një shkollë, shkojnë 2-3 fshatra, edhe kaq. Nga jo sa po arrime po, pas ka ose shtëpi të bukura, ose shtëpi të harruara. Jeni të i po, 2 janë në një bërë, cilat janë të braktisura. Dështë atë tjetrën e ka ndërtu 3, është familja këtu, por që i kanë lënë kështu. Kjo pjesa po m'pëlqen e fshatit, gjendja vazhdon të jetë shumë e qetë, edhe si për që di, jemi bukur herët kështu me orë, por rrugët janë bosh. Nuk e di as në çfarë ore me dalë o vëlla, është e pamundur me taku njerëz. Por gjithsesi do e keni fshatin, pamjet cep me cep. Ko sa ndi këtë shtëpi ka që të bukur, perfekt. Por që keqe e saj se e ka drynin, vend bukur, pas ka punu për qefi, kështë pas ka qendis. E përshëndesëm familjen nëse shojnë emisionin, edhe po mbet marak që nuk jëm. Po mbet marak që nuk janë këto familja, edhe me qenë në një tjetër familje mërgjimtore. Këto është fundi i kësaj rrugice, ka po vazhdojmë, a na lidha ne, a dolëm të na i shtëpi. Një pjesë tjetër e fshatit,
E gjithë sipërfaqja që po e shihni tash në këto momente është me fshatin Bablak. Por, po e komentojmë pjesën ku ndodhemi, kanë rënu shtëpi apo ku e di çka, edhe me ata material jenë mundu me nivelizu pjesën këtu para dyrëve të burrit, nuk po m'pëlqen. Pse kështu? Mbeturina është një pjesë me dhej, është një pjesë e lo me djerin, total. Jeni të e po, nuk e di se me kënd mbohen këto toka, këto ora që po i shumë fusha, por që janë e gjendje jo të mirë, nuk po m'pëlqen. Në këtë fshat, përveç shtëpive të bukura, ende diçka nuk është që ja vlen me cek, me thonë, e pas kanë këto ose ato. Blokat, veç që i kanë gjujt. Se kështu, pas ka dhe rrugica pashtru. Jemi tash të ju afru shtëpive tjera. Hajdeni more banor ka jeni. Mërgjimtori nga Gjermania ka ardhë mi hapi dyrt. E mos me ka mërgjimtori, kishë mbet pas edhe një informacion për fshatin. Në këtë pjesë kondërmën shumë, mbeturina, te i përkeq. E të mërshme. Pjesa, një pjesë ku i shdasht me rujt, me shfrydzu për të mirë, shife se në qëfar gjendje kanë sjell. Në koment. Po vazhdojmë drejt. Nuk kisha pas dëshirë në asë një fshat me këso pomje të tilla me ju sjell juve miqtë e mi, por ja që nuk mundem me i asgjësu, nuk mundem me i fsheh se i kop kamera. Përveç kësaj edhe unë jam e para që i thëmë se duhet me u vedisu gjithë se cili prej neve me i lonë këtu shprehit këqia, po e them kështu, se kjo është shprehi e keqe, është diçka që mundet me u regullu. Edhe kur e bën shprehi mos me hedh mbeturina, mundesh me majt, por ja, është në këtë gjendje se si e gjetem. Shtëpi tjetër, e braktisur, sa që edhe rrushe pas kam pulu, rrëshka ka bo krejt. Kanë lona, është një bosh që të vëckele pas ka bo, mini bosh që bukur, shtëpia po m'pëlqen, si çokoladë, lezetshme. Hajde more provojmë edhe dikun, se e kemi edhe shumë nxehtë, po kështu po durojmë veç me pasqyru fshatin sa më mirë, me taku banor. Është problem, sa e bukur kjo shtëpia. Që të pëdu me trokit. Po thras kështë në mes. Ana del dikosh miri. Oj, zoti shpis! Sa bukur e pas ka në burrin. Hajde jasha ferizoj, ka jeni mëre. Si është e mundur t'jeni në gjëmë. Nuk mund t'a besoj. Oj, zoti shpis! Qëto klima në qofëm kanë morë. Këtë në here rrishin në balkon, në flad, një hije, tash me klima po rinë salon, a nuk më dëgjojnë, a të më këqyrë mu. Veshle të këqyrin. 4 shtëpin, 4 vllazni. Në onën tjetër, a mundet me konë, sigurisht është edhe kia me këto, se ngjyrën e pas kanë të njëjtë. Çka thojnë kur këndon gjeli, dikush ka ardhë në mësafer në u bërë. Oj, zoti shpis! Ama, ira pa qëllak po veka qëtë. Oj, zoti shpis! Ja, onde do të me kalu urgjent në pushim vjetor, shumë nxehtë është. Ti ko mërë naj deti, mërë lej katune ti nxanë për i shtatorit sa dush, që të jenë në komikon. Ika, veç edhe që të epizode, po iko. Po bojmë hajgore, do e gjim kohën, do e gjim. Shëfe, jepja një fokus të lutem, se sa i madh është ky fshat, por që shtëpit janë të shpërndara, është
Goxha problem për neve, se po na u duhet çdo cep me kalu krejt në kom. Veç me i po se cili shtepit. Edhe një boshqe, këtu toka po punojka. Se po shumë boshqe, pro familjet, mire me kopsht. Qëtë sa për nevojat veta, mire është, kur e ki pjesën e burrit për një me, pëse mos me mbjell diçka. Edhe e hu pa kohën e kalën, edhe super. Edhe ira po fryn. Arrim bre që të pak po shoj energie se vdeqem. Edhe kjo, hajde po provojmë edhe të kjo. Oj, zoti shpis! Sa i mirë i ventin. A vetë një. Kejtë po harrojsh që po hine për bori, ndurët zotit. A jemi gati? A jem gati me i ronë fund? Me bitis? Erdhem në lagjen tjetër, si që ju paralajmëruam, e nga këtu jem të e pa hyrjen e objektit të shkollës, e nga kjo ana, kjo pjesa këtu po duket që është shkolla në funksion. Tash nuk di çka me ju thonë, a është apo nuk është. Se dhe po reflekton gjilë dhe nuk po arri me pa mirë për mrena. Nuk di çka t'ju them, pa e marrë informacionin prej banorëve, po e lem pikë pyetje, po vazhdojmë drejt, edhe këtë lagje e kemi njëjtë si lagjet e tjera, pas edhe një ndryshim. Fshati duket të jetë lanë mazdore, nuk ka investime, nuk ka ndonjë ndërtim, nuk ka shumë parregullsi, jeni këtu e pa. Hajde, pjota, shishe. Nuk po m'pëlqen. Edhe në anën tjetër. Jenë mundu ndoshta banorët në atë mundësinë e vetë me bo diçka, por që nuk i fajsoj banorët. Janë komunat ato cilët do të me u kujdes për fshatrat, me ardhë me i vizitu, me pa gjendjen. Këtu a disa bukur kish mujt me u bo ky fshat. Hala dhe ma bukur se e ka shtririn perfekte, e ka një pozitë shumë të mirë gjeografike. Në shtëpi që po e shofëm e mbyllur, po besoj e vrini edhe ju nga pamja që është e mbyllme. Unë nuk e di se ku me u drejtu, me taku ma, me kërku në fakt banor, jemi në fund fare. Po e komentojmë edhe një rrugicë tjetër që na çon drejt disa shtëpive tjera, shtëpive të braktisme. Po ja jap hapësirën ondit, le t'i kap. Janë të boshatisura. Shefeni, rrugica këtu kam bëjt si para lufte, si mas lufte njëjtë, ju në ndryshëm. Edhe familje domosdoshmë detyrohen në një farforme me e braktis fshatin. Infrastruktura është ndër elementet bazike për një jetë. Për një jetesë. Jetesë. Po e dini se çka po them se e kemi goxha problem këto temperatura. Sa që po ta hup edhe trunin, çka po të me fol.
Sot e kem dikon 32 a 3. Që të qëtë një kafe apo të pijet? Ku, mi kalli flekt. Një fshat që do pasqyrohet me shumë e pamje, me pak banor. Kanalizimi? Hajde shofëm si e kanë. Si e kanë me pas. Në gjendje të mërshme. E të vërtet për gjëna, po e them kështë buk falesh gjëna, një fshat si Babljak, po kështu e kështë emrin, me lon në këtë gjendje. Hajde çfarë fshati kish mujt me u bo ky bre, me u shëndru në një fshat të jetë e bukur. Shtëpit ishin gjithat bukura, dhe më thonë për nga ona e banorëve, çka munde me i kritiku është për mos mirëmbajtjen e fshatit, këto po, por për nga infrastruktura, banorët nuk kanë kur gjë në dur. Dhe më thonë, këtu mungon infrastruktura, nuk pom shkolla, edhe ishte edhe nuk ishte, vazhdoj të mbetet pikpyetje, xhami ju, qendra mjekësisë familjare ishte mbyllur, nuk e di, market s'ka, vdiqem, këtu më duhet miqtemi me u përshëndet edhe me juve, kaq nga fshati Babljak, ne takohemi në fshatin e Radhës duke ju dëshiruar gjitha të mirat në familjet e juaja. Deri atëherë, mirëmbëjtje!